Pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit vjen dorëheqja e parë nga Partia Demokratike. Një nga figurat më të spikatura të Partisë Demokratike, sidomos në qarkun e Korçës, Edmond Spau, njofton tërheqjen nga politika aktive pas rezultateve të 11 majit. Spau ishte në listën e hapur në Korçë, natyrisht i pamundur të marrë një mandat deputeti, pasi Partia Demokratike siguroi vetëm 4 kandidatët e listës së mbyllur. Reagimi i plot. Të nderuar miq, jam i shokuar me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Këto zgjedhje ishin të fundit të karrierës sime aktive në parlament. Dëshiroj të falenderoj pafundësisht familjen time për sakrificat e mëdha që ka bërë gjatë 35 viteve për të më krijuar mundësinë të ndiqja pasionin tim. Falenderoj antarët dhe simpatizantët e Degës, PD, Maliq dhe të qarkut Korçë për mbështetjen e vazhdueshme që më kanë dhënë. Pa ata, nuk do të kisha arritur asgjë në politikë. Dëshiroj të falenderoj me shumë mirënjohje qytetarët që më besuan dhe votuan gjatë 35 viteve dhe t'ju kërkoj ndjes që nuk munda të bëj edhe më shumë për ta. I uroj Partisë Demokratike të gjej forcën për të kaluar gjendjen e rëndë ku ndodhet dhe të arrijë të rikthehet me shpresë për Shqipërinë. Me shumë mirënjohje, Edmond Spau. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.